Drejtori i poshtë zgjedhur i shkollë fillore në Majën e Leran ju paraqiten probleme të shumta. Një ndërto edhe pse ishte i paraparë procesi mësimor të filloj ditën e mërkur, kjo shkollë nuk filloi këtë ditë, për arsye se një numër i madh i nxënësve transportuar me autobus. Për shkak rrugëve që ishin të bllokuara nga bora nuk filloi procesi mësimor, por i menjëhershëm ishte reagimi i pushtetit lokal ku ditën e mërkur intervenoi dhe i pastroi të gjitha rrugët ku kanë qenë të pakalueshme dhe shkolla fillore në maj filloi procesi mësimor të njëjtën. Pas ditës së njëjtë dhe të premte kjo shkollë u përball përsëri me probleme nga i ftofti i madh. Kanë plasur disa radiatorë në sallën e edukatës fizike, në disa klasë, po ashtu në bibliotekën e shkollës dhe në çerdhën e fshatit Leran. Për shkak të këtyre probleme dhe nga i ftofti i madh, që ishte në vendin tonë ku temperaturat shkuan në -20 gradë, ditën e premte nuk u zhvillua procesi mësimor. Pa ovako, ja već radim 25 godina na grejanje. Znači, do sada nije bilo nekih problema, međutim, sad je bila velika minus temperatura je bila, znači do minus 24,5. Ja sam to održavao, bio sam spreman, znao sam za to, pratim televiziju, vremensku prognozu i ja sam tu dolazio i uveče sam pustao grejanje, nekada sam ujutro dolazio, međutim, taj dan je došao i do jedne faze. Nestala je struja, tako da ja nisam bio nemoćan šta da uradim. Grejanje je radilo i škola nema agregat, što ja apelujem i sada, ako može se kupiti neki agregat koji je sad desila se ogromna šteta u školi i ništa nisam mogao da radim. Ovi radijatori koji su pukli, to su sve zadnje prostorije koje su pukli, zadnji radijatori, gde pumpa ne može dovoljno da šalje vodu i kada je prestala pumpa da radi, tada je došlo do smrzavanja. Pa 5 radijatora i 1 kalorifer je pukao. Znači 5 radijatora i 1 kalorifer je pukao. A da li ti ima oštećena mreža osim radijatori? Pa ima na jednom mjestu oštećena mreža, to je bio ekspanzivni sud za gornji deo koji je oštećen i on je pukao, međutim to smo sanirali odmah, narezali smo i to je već pušteno u opticaj odmah tog dana, ali ovo kad je smrzao radijator, ja sam pokušao, kad je došla struja, grejalicu sam uključio isto, nije moglo da spasim nikako. Koji dan to je bio to ove pukne? Pa ja mislim da je to bilo četvrtak. Četvrtak uveče? Četvrtak uveče, da. Ne da, oko 8-9 sad ne znaš kad se desilo. Znači ja sam svako večer dolazio, pustio sam grejanje i dok je pumpa sve radila bilo dobro, ali ipak je struja, nestala jedna faza nije došla, temperatura je bila velika. Minus. Vaša škola u petak nije radio. Da li to je razlog zbog puknjenja radijatora? Jeste. Zbog hladnoće? Jeste. Razlog je bilo zbog puknuće radijatori koji nisu mogli da zaustavimo vodu dok nisu sanirali taj ekspanzivni sud gore. Zbog toga nisu mogli da radimo. Kako je sad trenutno stanje? Trenutno stanje je normalno sada. Znači, normalno, samo te prostorije... Jeste, jer ja sam u četvrtak digao temperaturu. U temperaturu sam digao prema petak i to nije pokazalo ništa. Dok se nije spala malo temperatura i kad su zagrejali radijatori počeli su da pustaju. U petak ujutro, kad sam došao oko pola 4 ujutro, sam vidio da je sistem pao. Sistem je pao, da nemoćan sam, ne mogu da ga napuni sistem nikako. I onda sam zvao direktora, obavestio sam ga da ne možemo da radimo u školu. Znači u petak vaša škola nije radila? Nije radila u petak ne da oko 1-2 sati ja sam osposobio taj deo s pomoć majstora i napunio sam mrežu, pustio sam grejanje petak, subota, znači i u nedelju sam isto pustio da bi zagrejali prostorije i da opet proverim da slučajno da se opet neki retor ne odledi. Jutro sam isto imao problem kod kabineta muzičkog kabineta. Danas, ali sam to sanirao i tako da nema problema. Znači i u kabinet, jeste. U biblioteku nema, znači... Jeste, u kabinet biblioteku. Tu je bio najveći kvar da nisam mogu da uđem, nisam imao ključ da uđem u tu prostoriju. I onda dok je došao do studeni ključ, onda već je bilo kasno, nije moglo ništa se raditi. Je li to hitno sad treba da se interveniše, da se sanira, da se nabavi ove novi radijatori? U vrtići isto tako je zadnji u predškolskoj, znači isto zadnji radijator je on pukao isto, pa ne može da se odvija nastava u predškolskom. U fiskulturnu salu je mnogo ladno, videli ste vi, znači to mora da se... Znači trenutno nema dovoljno, nema to ambijent za održavanje ove časti? Nema, u salu znači to je nemoguće, ajde, u kabinet opet može da se stavi radijator, 2 radijatora i 1 grejalica, tako da može da dođe do zagrevanja prostorija, ali što se tiče sale i predškolskog odeljenja, tamo ne može. Dita ashtu ishte ditë pushimi, po për disa punëtorë të administratës ishte ditë pune pasi kishin dalë për të përgatitur dokumentet e nevojshme për ditën e hënë. Po në këtë ditë nuk ishte ditë pushimi për pushtetin lokal, i cili dërgoi 3 zyrtarë nga komuna e Preshevës për të inspektuar çfarë pune po kryen kjo shkollë.
Radio Televizioni Alti ka realizuar një intervistë ekskluzive me drejtorin e posta zgjedhur me mandat të rregull, zotëri Rami Hyseni. Njeri ju faleminderoj për mirëse ardhje, ju keni përgjigj ftesës së drejtorit, që duhet të rendi që ashtu duhet të jetë. Ditën e mërkur ju lajmërova në shirit se s'ka mundësi të punohet për arsye se bora rrugët ishin të papastërta, në shkollën tonë barqja bëhet me transport të rënd, nuk ishte mundësi autobusi ku të kthej në për ata vinjat që ishin shumë ngushta të rrugës. Mirë po, një ditë më vonë, apo të mërkurën, në mbrëmje mu paraqit fejza i shtabit të krizës, tha drejtor pse s'punoni. Unë ja tregova arsyen se nuk ka mundësi, se në shkollën qendrore nxënësët gati gjithë udhtojnë. Rrugët të cilat i keni pastruar janë shumë të ngushta dhe në ato vende ku duhet të kthehet autobusi nuk ka pas mundësi, për shkak se ngrica e madhe, ka mundet dikund të mbetet autobusi edhe të maltretoj me fëmija. Për të mërkurën vijoj kështu me pengesë, po të njëjtën ditë ata i kanë angazhuar një firmë, Saba më duket i pash, edhe i pastruan rrugët. Rrugët i kishin pastru shumë mirë, vërehet se gjatë lëvizjes i pam dhe për të njëjtën vendosa të punoj. Lajmërum në përsherit televiziv që të njëjtën punot me gjithse si pas situatës e unë pa ta para lajmëru tërthonën mos të punojmë. Po prap të njëjtën fillun të punojmë. Paralelet e ndame më lajmërun që janë duke punuar, në qendër u paraqit një defekt në nxemje. Në qendër e kemi nxemjen me naft. Kur është koha e keqe, minusat janë të mëdhaja të larta, minus 20 apo edhe më lartë ka qenë. Natën një fazë nuk ka funksionu, e rrymës nuk ka punu, a pompat ushqehen me rrymë trafazore. Në momentin që i bie një fazë, pompa pushon. Do thot fusha magnetike së ne përcjell lëvizjen e motor, uji nuk ka qarkullu. Në ato momente, të gjitha radiator, nuk ka pas mundësi se çdo hapësirë nuk është temperatura e njëjtë. Dikund ku e ka gjetë më dobët, dhe një dritari apo disa radiator janë ngrirë dhe kanë përsitur. Të njëjtën u mundum, nuk mundëm, vetëm i bartëm nxënësit e Bushtranit, të ashanëve dhe të gerëve i lajmërova se s'ka mundësi, shka me ardhë, pasi s'kemi ngrohje, i dhash udhëzim që gjithve mos të punohet këtë ditë, nëse mundmi për të premtën të shohim se nuk mundmi të problemet zgjidhen aq shpejt. Të njëjtën nuk punum. Më falë, të njëjtën punum, të premtën nuk punum fare. Mirë po këta pushtetit lokal... A keni njoftu pushtetin lokal që keni probleme? Informimi është që i njofton gjitha e shtrin informacionin tër komunën edhe nuk ka pas dhe një problematika që pasandej shka po ndodhë një ma e keqe. Ditën e shtunë unë i angazhova 3 punëtorë. Kam pas punë administrative. Dikush ka lajmëru pushtetit lokal, ka thonë se në Leran punohet. Ata nuk mundën me dallu a punohet me nxënësa, apo punon dhe një punëtor administrativ që të kryen disa punë që ka nevoj kja shkollë të ketë ato punë të kryera për ditën e hanë. Kanë ardhen inspektori
drejtori për veprimtari shoqërore dhe një inspektor nuk pa njoh, as me emër nuk më interesoi t'ja marr emrin. Dhe më kanë lajmëruar çështu. Qëllimi i inspektimit? Qëllimi i inspektimit ka qenë kjo zgjedhja e drejtorit, janë mbajtur gjitha mbledhjet, për këtë do të informoj ma vonë, veç ta elaboroj problematikat të cilat kanë ndodhur atë ditë, të shtunën. Unë atë ditë ju lajmërova me telefon edhe i thash kush ju tha me ardhë. Thot, pa më informu mua, kush ju tha me ardhë. Jo drejtor për krim dhe punë, edhe i kishin fregu punëtorë, se kërë ishin sjellë atë modelin, se kërë me qenën të organeve të mërëndshme. Jo në atë formën e inspektimit, në për dokumentacione kanë shirë diçka, kanë shku detarti, kanë kontrolu, shka nuk kanë të drejta, dhe në atë moment, po që nuk është drejtori, nuk është kalip, as inspektori, as drejtori për veprimtari shoqërore e dikush tjetër alama jo. Unë punëtorëve të më thash lene, se kjo është një urrejtje kështu e pushtetit që kënse drejtori s'po bashkëpunon me ta, nuk është ashtu. Mu po mdo këtë pak kryetari i ri, pak në termin po përdori, pak axhami. Edhe një ditë më herët i njëjti inspektor po më thotë, kanë bo ankesë 3 antarë të këshillit nga radhët e këshillit nacional, unë e po ve, po ti kush thoje dë një rrugës, ti nuk e ki obligim me ardhë më njerë, apo duhet e ki drejtorin për veprimtari shoqërore, ta jep fletën që mundesh me ardhë, ta firmos edhe kemi dëshmi që me të vërteta inspektor mundet me hospitun këtë shkollë, me inspektu këtë shkollë dhe me kry obligimet e veta. Nuk shku në atë procedurë, gati për det vjen drejtori, ke inspektori i merë do probleme që nuk po ka dhe mundësi të shqelloj. Pak është një inspektor, nuk po e akuzoj që përvoj është inspektor i ri, i ka ata problematikat e veta, po kejtë edhe na kemi qenë tri, po jemi për sos, mos thojme, pak po duke mësu, duke vetë dhe dikujnë, kur ki dhe një problematike vetë dhe një matë për sosën edhe kështu që i zgjidh problemet ma mirë. Problematika në këtë shkollë është vetëm për shkak për zgjedhjes së drejtorit, prej atë ditë që e kom shpall konkursin, në atë moment ata i kanë ndru edhe 3 antarë të këshillit nacional. Në datën kur ka qenë konkursi. Edhe ku marrë vesh që ata 3 antarë ishin nga radhët e partijës për ndryshim. Që një parti që si as ka dalë në këshill nacional. Po këto pasi janë koalicion, partneri ja kanë ndihmu. Thotë, unë s'kisha ndihmi ndajt shkollët, ti është këtë shkollë në ta marre kjo parti, tjetër në kjo parti, institucionet del konkursi, ka drejta kush do me konkuru. Unë isha përvrej këtu shkollat i kanë politizu te i mase. Ajde, kryetarët ma vjetër kanë punu pak në arsim, ki që ka ardhë, mu i me thonë ki në arsim nuk ka punu asë njerë, po merë informacione tjera, e sulmojnë nga anash, edhe po merë vendime ajta në pillë zonë drejtërate tjera, shkonin Leran, kryni këto punë, sa ka paragullësi. Unë që të punoj, mu po më qoditin dosende, kur thot dikush që kja paragullësi është, unë të vela se di që është aja për atë punë që flit e dishka. Mirë, drejtor, përmendët se shkolla ju ka shpallë konkursin e rregull për zgjedhjen e drejtorit për 4 vjeçarin e ardhshëm. A ka proceduar shkolla juaj në mënyrë ligjore sipas rregullave për të zgjedhur drejtorin dhe në këtë konkurs sa kandidat kanë marrë pjesë, një shpjegim nëse ka mundësi për publikun? Dëgjoj, procedura fillon prej këshillit shkollës, e shpall konkursin, konkursi del dhe një fletë zyrtare, që është publike,
që kanë mund të lexojnë gjithë ta përcjellin edhe kanë përcjell konkursin. Pas shpalljes së konkursit, do të thotë afati ka qenë 2 javë, kanë mund të kandidojnë kush i plotëson kushtet. Një prej tyre unë kanë kandiduar dhe një kandidate, Leila Selmani, edhe ja ka kandiduar për drejtor të shkollës. Shka do të thotë, i kemi plotësu kushtet, komisioni i ka përcjell dokumentacionin, i ka kontrollu se do të thotë, unë pasi kom punu më dijet për kushtet, po edhe kandidatja që ka ardhë, ka qenë një dëshim, a ka këtë provimi shtetëror, po ka pas një vërtetim që e ka pa. Me që se s'ka punu në profesionin e vetë, se dhe këto ka punu kundër kandidatja, po pra po morën vesh në dalin 2 kandidat, edhe kemi vazhduar procedurën, pasi është mbyll konkursi, atëherë ma vonë është majtë mbledhja e Këshillit të Arsimtarëve, ku është votuar, do të thotë pjesëmarrja ka qenë 87 punëtor nga 91, prej 87 punëtorëve 77 vota i mora unë si drejtor që punoj këtu, kundër kandidatja i mori 9 vota dhe 1 e pavlefshme. Kjo vlerë e numrave që është përnda në kandidat tregon se drejtori që e menaxhon këtë shkollë dikund ka marrë 90% të votave. 8.5. Hapi tjetër, hapi pas zgjedhjes nga kolektivi. Kolektivi e dha mendimin. Në këtë mendim, se diku të jap një sqarim, në ligj që shumë mirë definohet se kanë të drejta të gjithë të punësuarit të votojnë, të punësuarit. Për kandidat kush i plotëson kushtet. Do të thotë përgjigjen gati në maksimal numri që erdhen po i punëtorëve, votuan, votimi shkoi normal. Veç është mbyll kjo procedurë e votimit që ja dhanë mendimin në Këshilli i Arsimtarëve për kandidatët që kanë qenë konkurrent për drejtor, më njëherë ankesat. Shka? Ankesa ka qenë se një punëtor ka qenë pushim mjekësor, nuk ka drejta me votu. Liq shumë mirë jep të gjithë punësuarit, për atë që është në pushim mjekësor, edhe ai ka drejta me zgjedh drejtorin. Ai nuk mundet të mbaj orë, se ora është 45 minutë, shëndeti se ngon, po e ka kry një obligim moral, ka orë që edhe ai do me ditë kush do t'jetë drejtori i ardhshëm, edhe kja procedurë u kry, ankesa, sipas inspektorit që dëshojke, e ka pa që ka qenë në rregull. Mirë, atëherë komisioni formohet prej 9 antarësh. Për me zgjedh një drejtor shkolle, 3 nga që vinë nga kolektivi i shkollës, dhe 3 nga prindrit, dhe 3 nga pushteti lokal, po tash që nacionale, që me rekomandim tyre që vinë. Në thoni këtu, si ka shku procesi, a janë zgjedh këta këshill nga prindrit në mënyrë të rregullt dhe nga kolektivi dhe Këshilli Nacional. Për zgjedhja e këshillit prej 3 antarëve që i përmend. Këshilli i shkollës përfshihet me 9 antarë, vetë që elaborove 3-3-3. Do të thotë një ndarje është shumë e mirë që të përfaqësohen edhe prind, edhe arsimtarët, po edhe pushteti lokal të ketë qasje. 9 antarë që i mahershëm ka pas afat deri në vitin 2019. Mirë po, problematika lindi që në momentin që u shpall konkursi, partitë që janë pushtet morën iniciativë të shkarkojnë 3 përfaqësues që radhitën pa atë pushtetit, po që janë nga Këshilli Nacional.
e banën ato. Do të thotë i shkarkun, I kanë emru 3. po i emron 3, e për fillim. Do të thotë, na i qunë vendimet, edhe u morën vesh që edhe këta 3, a jënë me ligj, as jënë me ligj, ne ta provojnë. Ja mundësova dhe këtë, ne ta provojnë. Antari i këshillit shkollës, shumë mirë ligje e jep, mund shkarkohet nëse gabon. Mund shkarkohet. Kur antari i këshillit shkollës gabon, i bën gabimet të një pasnjëshme, apo bën dhe një shkelje më të rëndë ligjore, atë kandidat e përcjell në kuvend. Edhe kuvendi e emëron dhe i shkarkon. Na s'kemi pas rastet atilla, ata kanë kryer atë formën jo ligjore, me plot kuptimin e fjalës thëmë, i ndron 3, edhe u kompletu këshilli i shkollës me një formacion të ri. 6 mbet, por edhe një 3 në erdhë. Do të thotë kompletu, por mi plotësu kushte për me zgjedh drejtorin. Po, drejtorin. Mëse u mbajt mbledhja e këshillit të arsimtarëve, radha është që të drejtohemi këshillit nacional. Ju kemi drejtu këshillit nacional. Do të thotë për 2 kandidat. Por me dhënë mendim. Këshilli nacional e dha mendimin për 2. Do të thotë, mendimin për 2 kandidat që mund të plotësojnë kushtet për me vazhdu garën më të tje. Kur e dhanë mendimin, unë e përcaktova datën kur do të mbahet mbledhja e këshillit shkollës, do të thotë ditën e martë, ftesat ja parcolla të gjithëve. Mirë, po gjatë përcjelljes së ftesave, kur disa prej antarëve, kur morën pjesë në mbledhje, dhanë një vreqe. Mund që me vendve? Mëse me vonesë kanë shku, e dhanë një vreqe. Mirë, po votimi, si zakonisht... A ishim pjesëmarrës nëndë? Po, nëndë që ishte... Nuk ka mungu... Asnjëri s'ka mungu, nëndë. Ishim prezent, po me vrejtje se ka ardhën do të ftesa me vonesë. Ishte nëndë që prezent, u dakordun si pas rendit ditës dhe votimi u dakordun që haptas me qenë. Votimi për zgjedhje ka shkuar. Haptas. Edhe ja palë, po dhe kja palë. Tjetë, kur është haptas edhe mos të ketë dëshimi, ja ke ma boni, ja ke votun haptas. U morën vesh dhe votun. U po gjendja për kandidatin e parë që isha unë, votun 50. Kundër 3 të pushtetit lokal, një prej punëtorëve nga radhët e kolektivit, këshillit të arsimtarëve, abstenoj. Veç u kuri ky votim, ata nga radhët e pushtetit lokal më njerë me do vreqe, e panë që rezultati shka dështumë. Gjatë përcjelljes se kam pas një bindje që shkollat i ndronë pushtetit. Është çështje e tyre. Mendimit e tyre. Mirë, atëre, pas gjithë kësaj përmbyllje, ju ditën e shtunë caktut angazhut administratën e shkollës për të përgatitur dokumentacionin për drejtor, për ditën e hanë. Ditën e shtunë 3 vjet i angazhova, ndihmësin tem, edhe një punëtore që i përcjell të dhanat në kompjuterike, edhe sekretari. I lash këtu duke punu dhe shkova une në qytet. Merë lajme, kanë ardhën një kontroll nga pushteti, inspektori komunal dhe drejtori për veprimtari shoqërore. Edhe një tjetër nuk veti. Mirë. Unë i luta ata ndërprejnë këtë model të ardhjes. Pse?
shkolla s'punon, po unë mundë me angazhu, s'punon me nxënësa, duhen me dallu me nxënësa dhe me punëtor. Kinë se s'ki drejta ditë me punu edhe nuk e kanë ndërprej. Kanë këshirë dokumenta, po nuk shtemi këshirë që të dokumenta që i kom, duhet pak me lexu ndë një dokumentacion edhe me ditë kuptimin shka është, që ta shplot ka dokumenta. Kanë marrë edhe kur gjohë hiq, jënë hullë të ditartë në zyre, që as kanë shumë shkelje të rondë. Masa ndaj edhe një gabime kanë bua, kanë thirë dhe televizionin, pa urnin tem. Ta kanë bua, kanë menduar se shkolla është një prunë e komunës, nuk ka drejtor, edhe të kryjnë do obligime që e ka dhonë kryetari, do të thot të kryjnë ato obligimet, kinë se adje punot që mos, kur dojnë e dëvinë, kur gjo s'ki mundësi me punu keq, kur gjo s'ki mundësi se hetohet. Po pas rezultateve aja mlefosja ato prap e pa që prap është inspektori këtu. Pikërisht prap dojnë të di, pas ditës së shtunë, ne jemi sot ditë e hënë, prap në ardhen e kur erdhëm, pam inspektorin e arsimit prezent. Më falni, me çfarë në logi është sot inspektori i arsimit dhe cilë është kërkesat që po bënë një kontrol shkollës uaj? Mirë, këtë fletlëshimin që ja ka lëshu drejtoria e kish, po nuk i ka shenuat për shka me qëfar detyre ka artu, me qëfar ankese, për shka kemi tash disa probleme të shqellojmë. Duesh, kur ta mësh në login, falë me atë fletën që i jipet, një urnë prej drejtorisë, duhet më ditë për shka vjen. Jo me artë, po hanes për shqellojmë. Shafrejta unë ka ankesa nga radhët e përfaqësuesve të Këshillit Nacional, 3 që i kanë ndu pushteti lokal. Ata 3 nuk janë të kënaqur edhe mundën që mos me thonë. Kanë me shkrim këtë? Mundën, po e kemi në procesin që ata kanë shtruar pyetje gjatë mbledhjes që është mojtë me 10-in e janarit, e kanë edhe procesin atë shka kanë dhe. Ata që ata ankesë që e kanë bo, a ditë, në që ata donë, si dilsh prej shkollës, të tanë ditën 100.000 mendime mundesh me i dhonë, e asë njëra mos më përputh me mbledhjen që është majë. Po shumë se këtu ka të bëj pushteti lokal është orientuar në shkollën tuaj për një farë inati që ka ndaj përzgjedhjet drejtorit dhe si e shohni daljen prej kësaj situate, jo si drejtori i shkollës? Dalje duhet me mirë kuptim. Duhet ata të mësojnë se drejtorin e zgjedhin votues të Këshillit të Arsimtarëve, votues që e përfaqësojnë këshillin e shkollës dhe duhet të binden që vota e përzgjedh drejtorin, pa marrë parasysh cili i ka marrë. Është një praktikë që këta që vinë në pushtet, më të rritë, japin premtime edhe këshirin të realizojnë. Partia, dihet që to i ka partia, përfaqësohet më me shumë drejtora, edhe që premtimet që i kanë dhonë dikujna, apo në gjatë fushatës, përputhen, po ato janë të kota. A mendoni se politika duhet hek dorë nga gjithësisht. Unë jam i bindur se në këtë shkollë, pasi është e shkolla... Jo në këtë shkollë, po në përgjithësi. Po në gjitha, ma për këtë po jep një... disa dhëna po jep për këtë shkollë, se kjo shkollë është e përzirë edhe politikë nuk ka. Unë kom pas nga mësim dhënësit, që janë të radhetëm në alternativë, që janë partijën për veprim demokratik, që janë PDSH, vetë rezultati vrehet se me 7 vota, gjithë më kanë votu. Edhe kur s'kom pas kandidat, 6 kundër i kom pas. Dihet pak knaqësia, bile më shdeshtë edhe më shumë tjetë pak knaqësia, se
vlerë e madhe është 90% një drejtar mi marë, po dëshira atë unë se një ndaloj. Votimi ka qenë i msheft edhe s'mundesh t'i pengosh në atë procedurë të cilët ata kanë votuar. Për shkolla tjera, mirë që është, unë si shkolla e parë pas zgjedhjeve, mirë është në të vedeson, meri 500, meri shkollën, politikë më zbanë. Unë ndëgjoj fjallë edhe pse e ka marrë ai drejtor, kënë se jo bia fjallë edhe janë shumë të vërteta ka më kyqë, ata bisedojnë me njerëz që nuk dinë procedurën e shkollës. Edhe ai tavolin thotë unë mëre ta kryj këtë punë. Po dhe ministria nuk ha mendet në këso sendes, thotë procedura është në rregull, jes zgjedh. Nuk lëshon këso gabime që disa njerëz mendojnë që në kafe kryjnë këta punë edhe dikush ma kryjnë. Unë me keqardhje i kom prit docente që me të vërtet gabime ka, po ne të mësohen, se gjatë punës edhe përfaqësues të pushtetit lokal mund të mësohen gabimet e veta që i bojnë. Në shkolla tjera njësoj vazhdon. Ati ku e merë egzoft. Nuk është një privilegj pëse unë e mora. Mirë, për fund, zotit Justini, a mund të thoni se a jeni të gatshëm të bashkëpunoni me pushtetin lokal? Edhe pse më herët ka udhëhequr subjekti Partia Demokratike Shqiptare, tash udhëheq një parti alternativa për ndryshim dhe po vëda jeni të gatshëm edhe pse keni marrë një mandat të ri si drejtor, jeni zgjedhur, jeni të gatshëm të bashkëpunoni me pushtetin lokal, se më herët thatë se jeni kritikuar që nuk keni bashkëpunuar me ta. Në e kemi, jo më obligative së mundet kur gjotë tjetë, por në përvojës që e kam në arsim edhe që 8 vjetë këtu, duhet punojmë për hir të fëmijëve, edhe vetëm me desht. Për hir të fëmijëve duhet punojmë, se unë jam drejtor pëse jam fëmijët. Punëtorët punojnë pëse jam fëmijët. Duhet punojmë për hir të fëmijëve edhe duhet bashkëpunojmë. I menë që një lishon pe. Edhe pëse ndë një ditë mund të jam ma nervoz, i ngarkum, do të disa sende ma mërmendja se nuk i përfilli, po prap duhet bashkëpunojmë. Po dhe kreatari që është, ajo është ma i ri, lirisht të më thire. Lirisht të më thire, drejtor, qështu. Në t'jape këshilla, që janë këshilla të mira, ja përfilli. Po, jam gjendje me bashkëpunu me se cilë. Po, prap, ajo është i radhitën dekun, të unë dekun tjetër. Mirë, atëre, për fund, dami që u kryua si pasoj e acarit që ishte temperaturët në minus, shkolla juaj ka tash një dam edhe material, diku, sa mund të më ta kuptojmë, diku 7-8 radiator janë të dëmtuar që duhet, a mendoni se duhet krijohet një komision për bë vlerësimi dhe për nga ana pushtetit lokal, apo vetë shkolla aplikon apo siguron furnizimin për t'i vendosur radiator që janë në mungesë në ato hapësira? Damin e vrejtë dhe e filmut, do të të një dam i madh është bo, shka nuk e kam besu edhe vetë ata të pushtetit. Po docente edhe unë si kom tregu që në të bindën, unë e kur t'i thamë që duhet shifet të gjendja reale dhe bashmir që është po, që mos të mendojnë që edhe ata dishka po më shefi. Një send që vrehet, nuk do dishka tjetër shka mundet edhe ma shumë. Damin munden ta caktoj një komision prej pushtetit, po dhe mund me vetë. Dami, sa radiator janë, puna dhe blenë radiatorët, ose këto s'ka nevoj me një tenderim, se nuk është vlera shumë e madhe. Për përvojës po thëmë, dikund mundet rreth 200-300.000 dinar mundet më bo një dam, varet se nuk mundesh më të përcaktojsh më njëherë vlerat, po ata shajon përkatës, do të i dinë më mirë të asaj lamije në zemjes, dhe mund të përcaktojnë vlerë. Unë mund me thonë dhe një shifër, po nuk mund të
godas në vlerën që do ta ketë. Për atë kisha me i sugjeru të punojmë. Se na pat shamat shkurt. Po, duhet kryet se disa pjesë nuk funksionojnë, me disa pjesë i kemi nda nxënësa që ku është më ngrohtë ne të vendosën ato paralele, te kalohet edhe kjo situatë, por me mirë kuptim. Mirë atëf, zëdisen faleminderit për kohën që ndatë, na informoni të informojnë publikun lidhur me ngjarjen që po ndodh. Me nder qofshit, urnoni gjithherë për çdo informacion, edhe na ndihmoni për çdo pikpamje se informacioni zgjidh problemet më mirë edhe po i shtrin tër vendin ku ne po qëndrojmë. Faleminderit shumë, me kënaqësi ju kom prit, edhe për të ardhmen besoj se edhe njëjtën mundësia kanë edhe televizionet tjera. Mos të mendojmë bëjmë ndarje që këtë televizion është i pushtetit që kë t'jene media të barabartë, veç njerëzit e veçdi bojnë ndarje, të mequrit i japin shansë gjithve e kush është më i mirë vazhdon. Me urdhër të kryetarit të komunës së Preshevës zotërish Qiprim Arifi, ditën e shton inspektori i arsimit Ruhi Abdiu, i shoqëruar me drejtorin e veprimtarisë shoqërore Esat Sejdiu dhe kryeshefin e inspektorit komunal Enver Aliu, detyrohen të bëjnë inspektimin e shkollës fillore në Majin e Leran. Ditën e hënë, Radio Televizioni Ardi ishte në shkollën fillore në Maji për të realizuar një intervistë me drejtorin e posta zgjedhur dhe rastësisht takuam edhe inspektorin e arsimit që ishte prapë në vizitë në këtë shkollë për të inspektuar ankesat e anëtarëve të këshillit të emëruar nga pushteti lokal. Ankesat janë për këshillin e shkollës. Disa ankesa janë me bazë, disa pa bazë, ato ma vonë konstaton, edhe jipët kur bëhet procesi jipët definitive çka është e rregullt, çka është nuk është e rregullt. Prap opinionet a kanë me dije se unë kam kompetencat e caktuara, jam kush e kupton gjanet, jam cikli i parë, është niveli 2 i 3 ku mundem më anku, shembull nuk pranojnë, edhe ana e drejtorit është i takon edhe drejtorit nëse nuk më së pari në proces je vrejtje, mundet me dhënë vrejtje që çeto nga ana juve inspektor nuk është në rregull tek. Po në qovë se unë ma merr mendje, jo ma merr mendje, po e komentoj ligjen që është ashtu, mbet me atë nivel, qovë se a i ka drejta mua në kur, qovë drejtore, qovë ata kanë niveli 2 i 3. Mirë po, me sa kam dije, ata kanë bua dhe ankesë nivelin e 2 e 3. Që mendimi jam bile që është si bazë, jemi qka tek, ata nuk e lojnë veç me mendimin tem, po në qovë se vinë niveli 2 i 3, ata ma gjënsisht i kontrollojnë nëse i këshirin. Atër kur jemi të ankesa e antarët këshillit shkollës nga pushteti lokal që ka ngru këshilli nacional, a është potencu vrejtjet gjatë procesit të zgjedhjes drejtorit, vrejtjet që i kanë bërë apo jo? Një vrejtje ka qenë që janë prezent, edhe ajo nuk është definitive. Që si vrejtje që? Vrejtje kanë qenë që nuk e kanë pas qartë, me thonë që drejtori, sekretari, arkatari, si lidha pedagogë kanë ceka jo, kanë qenë brenda mbledhjes. Në rregull, nuk jam i sigurt, por unë me njëra të kom di që kanë drejta me qenë, vetëm arkatari nuk ka drejta me qenë që zgjedhjet e drejtorit, ato veç punë ekonomike, kur është pyetje buxhet ose diçka, mundet me thonë. Mirë po marra lajme nga drejtori se njëkohësisht arkatari i shkollës është edhe kryetari i sindikatit. Çka edhe këtë pyetje duhet me verifikuar se nuk është dedikuar me vërtetu shkurt, se a ka drejta kryetari i sindikatit me qenë arkatari i shkollës. Ajo. Bas inspektimi deri tani ju që keni bërë shkollës, prej se keni marrë detyrën si inspektori i arsimit, sa herë keni bërë shkollën në Maj kontroll deri më tani, mund të na shpjegoni? Sakt nuk e di, po 4-5 ankesa kanë qenë, po mujta me cerë vetëm se
edhe drejtori më herët i kom thonë drejtorit më herët se o shkolla ndër shkolla që më tepër ka ankesa. Arsyeja pse ka? Po ankesa në punë, nuk për di arsyeën, drejtorit e më mirë, se ka lëshime pak, nuk që në të majnë dhe po tash, ka mujtë me evitu drejtorit, se drejtorit ka qenë që 2 mandate. Që ta ankesa me pas bo drejtorit pari mandat, nuk ishtë qenë temë, pse e nëzë mësohë, dhe më thonë. Drejtori di do gjana më mirë se une, ka mu që i thash edhe drejtori, unë si inspektor shumë që fiqë për në shkollë. Mirë po kur të ankohet, dikosh unë du në me ardhë. Detyra jo si inspektori arsimit, jo keni vetëm se kur ankohet dikush vjen, apo edhe planit e ju planifikimit, si vizitoni shkollë? Na i kemi minimum 2 herë në vjetë kontrollat e regullta, që unë kontrollat e regullta. Çfarë kontrollonin këto kontrollat e regullta? Kontrollat e regullta si vjetë kanë ndryshu krejt, janë disa fleta kontrolluse plotësohen tek ajo risi është jo vetëm për mu, po për krejt, se mos timi detale mbushën, kanë ditë me mbushën, kanë thirrë tash seminar, qysh plotësohen, qysh mbushën, me propozimin ton të inspektorëve që kanë se 3 mbledhje në kuadër Republikës së Mbajt, për vendet e ndryshme, shembull për Vojvodin, për Beogradin, edhe për pjesën e Nishit e Poshtë, 3 mbledhje, edhe jepim propozimet e ndrimit pyetjeve ose kena pas propozimet ndryshme, shembull pyetja më vlerësu jo me 1, po shembull prej 1 deri në 10, 0, 1, 0, shembull 50% është mirë. Shembull te ditaret, unë si inspektor i kontrolloj 5 ditare, 4 i gjej mirë, 1 se gjej mirë, çfarë përgjigjet më thonë, shpyetja po jo. Shembull, qash me përqindje 0, 1 me edhe ka shumë propozime, mirë po ata zavenci ministri, do më thonë, tha, kena me pas ma shpesh mbledhje, qesin propozime, sugjerime, edhe na po mundohemi me bo sa më efikase me qenë. Mirë, pasi ne ishim rastisht në këtë vizitë të shkollës, si pasoj, kjo vizita erë si rezultat i prishjeve që kanë ndodhur në këtë shkollë, të nxemje qendrore që ka ardhur të defektet e përsitja radiatorëve, ju si inspektori arsimit, a potenconi edhe në procesin e ju se këto ka pengesa për të vazhduar procesin mësimor si pasojë e mos ngrohjes mjaftueshme? Jo. Këtë problem nuk është ime fare, nuk është lamitim. Potenconi si problem që ka problem shkolla? Unë ku marrë me përçtunë e këtij fjalën. Edhe përçtunë? Jo, unë premte nuk me pas bazu në ankesën u dash marrë të mërkurën. Mirë punë e kom zbatu ligjin, 3 ditë u dash përpara me lajru, me kërkesën e drejtorit, më ka thonë për tonën, e kom shtyp për tonën, mirë po kryetarin definitivisht ka thonë për premten. Premten i komunës. Do thotë ju me urdhër të kryetarit apo? Jo, unë me ankesën kum pas shtunë po. Shtunë me urdhër të kryetarit të komunës apo? Se tha e merr tha kryeshefin, edhe kryeshefin e veprimtarisë shoqërore, tha shkoni ju 3. Kryeshefin? E veprimtarisë shoqërore. Do thotë ju veç ju 2 keni ardhur apo? 3. Kush tjetër? Edhe kryeshefi i inspeksionit. Kryeshefi i inspeksionit. Çfarë ti? Kryeshefi i inspeksionit, cili është roli i tij? Nuk e di, dush me pyet. Nuk e di unë. Mirë, atëre për fund si veç një deklarat po ata me shtu se edhe sekretarin e di më mirë, atë ditën veç e ku marrë deklaratën e lidhe vetëm me ankesën. Mujtë me fotografu për mu në, do me thonë e kom qartë, nuk kum hi fare për nxeme se së më interesën fare, është domen e qetrëfujnë. Ato probleme shënë, punëve natyrës tjetër, vinë qetër kush. Ka qërë inspektor, ka shëdune. Unë veç për qështjën e ankesës që marrë, mendimi jem, në basë disa nuk u dashra mija me shty, mbledhen këtë takimin për sot, të e di gjendjem se... Se mendoni nuk u dash me shty? Premten, su dash me telefonu se tash bile sot është ma ftoft që të nëzyre se sa di që shkra thonë. Për të premten e ki fjallë? Po të shtunë, se komendoni vizitën e të shtunës? Nuk ka qenë... A ka qenë vizitë tendencioze? Jo, kam pas lajme ndryshme, do më thonë kryetari të ju kanë bërë ankesa, kryetari ka reagu, edhe unë normal në basë. Procesi mësimor, sa dina, është prej të honën deri të premte. Pa.
shtunën, a ka proces mësimor në bas ligjit mbi arsimit? Me preshtim kur mungon, kur nuk punohet një ditë, kompenzohet, po të rregullt. Qere, procesi mësimor dje që është shpejtohet deri në shtunën, i rregullt. Mirë po, drejtori dhe që shkërkohet shtunën të vizit shkollës kur nuk është ditë punë. Në bazë ankesave kanë ardhur. Apo ditën e shtunën. Inspektori i arsimit a ka orar të rregullt ditën e shtunën? Nuk ka orar të rregullt, mirë po që ka qenë vazhdimsi e premtes. Urdhnesat premtes që premte nuk e keni bërë, nuk u zbatu. Nuk u zbatu. Ama me qëllim domethënë ka qenë që nuk ka qenë arsye drejtorit, më kanë thonë arsyeshme për që ato me shty, se ka mund të tha një realizme pas edhe. A pse shtrohet pyetja nëse ka qenë ftoft, pse atëherë të shtunën për thirr ekipin me punu? Për çka ka punu? Nuk e di për çka. Drejtori e di. Arsyeja ne pyetëm bashkë edhe rastin e punës së drejtorit, ka qenë në çështje e përgatitjes administrative për përgatitje për ditën e hënë. Ku çdo drejtor i bën para përgatitjes për ditën e hënë apo punë tjera që janë në mungesë përgatitjes. A mund si e deklaroni ju obligimin apo angazhimin e juaj nga kryetari i komunës të ju obligoj në ditë jo pune që dërgoj në një inspektim punëve në një shkollë? Nuk ishte, mendimi im është, nuk i di kompetencat e kryetarit, unë e di që kuvendi komunal, do më thonë, pagun, edhe duna mi zbatu. Unë i zbatoj urdhat e kryetarit komunës, edhe kryeshefit tem, do më thonë që e kom nga inspekcioni. Edhe pse s'është orari rregullt, edhe pse s'është... Unë e pyeta kolegët e mi, se unë jam i ri në këtë të mi, ata më thanë, me këtë urdhnesë, se na më mirë kuptojmë gjuhën serbe në llogin e premtes, lirisht e mund me vonë shtunën. Masi ka pas ankesat të tilla. Po mos ti shkon askush në shkollë, çfarë kishin bërë ju? Ish me kthy, siç po ku më disa çka. Edhe mundë me pyet sekretarin disha tjetra përveç se qatë procesin që kam bërë, kur gjë tjetër s'kam bërë. Ka jeni të e pa funksionimin e kësaj shkolle për momentin, në bazë inspekcionit, në bazë tendencave nga pushteti lokal që të shtunën të bëhet një kontroll jashtë që nuk është ditë pune, si e shohni këto? A është shkuar në drejtim duhur apo ka tendenca apo inate në përzgjedhjen e drejtorit? Tash se ju si inspektor jeni të informuar. Çdo të mirë vesh unë po foli personales, po foli. Jo si inspektor, jo si personale. Si inspektor unë jap procesin. Proces shifat qartë. S'du para se me bë procesin me dhon deklarata se ajo faktikisht i vjen sikur se unë përpara disha ku me bë formalisht vi. Unë kur ta marr deklaratat e ku marr sekretarit, e marr drejtorit, edhe ta ti me malderat edhe e di për afër se çfarë bë. Jo në anku 3 antar Këshillit shkollës të zgjedhur nga Këshilli Nacional me deklaratën e kështjenve ka disa ankesa, mendimi jam që nuk janë në rregull, po ka edhe ankesa me rregull. Do të thonë, duhet prapë me konstatuar, asnjë definitive. Emrat e Këshillit Nacional ka nevojë me përmes. Do të ishte mirë për publikun, kush janë ata që janë anku? Kenan Saliu, Dëshira Kamberi dhe Ilir Esati. Mirë, atëre, inspektor, faleminderit që ndot kohë ta jopni një faleminderit, unë mendova me qenë kështu që më thonë, mendova me qenë që duhet si inspektor, jo. Sigurisht. Ai mendimi personal apo atë jetë mendimi personal. Ekipi Radio Televizion Nalti do t'ju informojë edhe ditëve në vijim rreth ngjarjeve të fundit që kanë ndodhur në këtë shkollë. Do t'ju sjellim tek ju, shikues të nderuar, informacione të shpejta dhe të sakta për të zbardhur të vërtetën.